ACPAC, the Albanian Canadian Political Action Committee. Hello everyone, dear MP Strauss, thank you for having the time and join us in the second session of ACPAC Talks. So we started a series of sessions that we get together with MPs. We have a meeting in the Riding with the Albanian community representatives. Në 20 dhjetor, në Kitchener, u zhvillua një takim I organizuar nga ACPAC, Komiteti Shqiptaro-Kanadez I Veprimit Politik, në kuadër të serisë së bisedave me komunitetin. Aktiviteti synoi forcimin e dialogut dhe rritjen e përfshirjes së komunitetit shqiptaro-kanadez në jetën qytetare dhe politike të Kanadas. Very close to the community, very close to the activities that we all have done, and the idea of ACPAC is to get together to support MPs that are close to the Albanian community and have them help and support and guide us on how the community can be stronger and maybe have in the near future Albanian representatives and elected officials. So I don't want to take any more of your time. I'd like to invite MP Strauss to say a few words. I ftuar në këtë takim ishte Met Strauss, antar I parlamentit për Kitchener South Hespeler, I cili mori pjesë në një diskutim të hapur mbi shërbimin publik, prioritetet e komunitetit dhe rëndësinë e angazhimit qytetar. Takimi pasqyroi misionin e ACPAC si një organizatë kombëtare, jo partijake, e përkushtuar në ndërtimin e urave të bashkëpunimit mes komunitetit shqiptar dhe institucioneve kanadeze, si dhe në fuqizimin e zërit të shqiptarve në procese demokratike. Për Alt TV Kanada, raportoi Anisa Kamberaj.